Sali Berisha sulmoi ashpër nga Selia Blu projektin e maxhorancës për ndarjen e re administrativo-territoriale, duke e cilësuar atë përqendrim të pushtetit në duart e qeverisë. Dhe një tjetër goditje pas reformës së 2014-s ndaj komuniteteve lokale dhe zhvillimit të zonave rurale. Pas kësaj antireforme vazhdohet në mënyrën më të papërgjegjshme, më antishqiptare. Paraqitin parlamenti raport që nuk u paraqit në komision, në krimin e tij monstruoz kundër shqiptarëve nuk ndalet, don të heq edhe 15 bashki të tjera në vendin më malor të Europës. Kryedemokrati tha se krahas kalkulimeve elektorale, pas kësaj ndarje të shumicës qëndron një herë zgjedhje projekti Edi Ramës për shpopullimin e vendit. Ndaj ai ftoi banorët e bashkive që preken nga projekti socialistëve që të ndjekin shembullin e qytetarëve të Poliçanit. U tërhoq në mënyrë të njëanshme, të padej, pabesisht me projektin e tij totalisht i platformës Çubrylloviçit. Banorët e Poliçanit u treguan patriot të vërtet. Çfarë do që ishi, pa parti, socialist, demokrat, ftoi të gjithë banorët e bashkive tjera të ndjekin shembullin e tyre. Demokratët këmbgulin se reforma territoriale nuk mund të kalojë dot në parlament, sikundër edhe nisma e sjellë nga socialistët e njëjtën. Pasi sipas tyre, dy raportet nuk janë diskutuar më parë në komision. E vetmja zgjidhje thon ata që një kushtetuta në këto raste është vota referendare e qytetarëve. Pra, dhe në rast bashkimi, dhe në rast ndarje duhet marrë mendimi. Komisioni ka përfunduar dhe ngelet referendumi. Ftojmë politikën, maxhorancën, ftojmë dhe qytetarët të realizojmë referendumin. Dy projekte të hidhen në referendum dhe tjetë qytetari ai që vendos. Por a do ta kushtëzojë opozita punën në një tjetër komision, atë të reformës elektorale, nëse maxhoranca e voton e vetme ndarjen e re administrative? Ne kemi bindje se Edi Rama nuk pranon asgjë që lkun apo cenon sadopak pushtetin e tij. Por qëndrimi ynë është të hartojmë dhe të paraqesim para shqiptarëve kodin zgjedhor më të mirë. E teksa reforma territoriale ishte kryefjale ditës në dy kampet politike, Sali Berisha nuk la pa komentuar edhe lirimin e ish-ministrit Ilir Beqja. Lirimi i Ilir Beqjes është dëshmia e fundit flagrante e kontrollit të plot dhe total të sistemit të drejtësisë nga Edi Rama. Na falo Beqjes të majtëm si shumë.